Për këtë vit, sipas të dhënave që na vinë nga autoritetet italiane, do të trajtohen të gjithë ato emigrantë tanë që u ka lindur e drejta për të përfituar pension sipas kësaj marrëveshje për vitin 2024, por edhe për këtë vit 2025. Janë kompleksivisht mbi 8150 pensione, cilët përfitojnë dhe ju si ndihmoni ata? Atëherë, të gjithë ata që kanë jetuar dhe punuar në mënyrë të ligjshme në të dy shtetet, si në Shqipëri dhe në Itali, dhe deri tani kanë qenë nuk hynin as te njëra, as te e drejta e pensionit në Shqipëri dhe as tek ajo e drejta e pensionit në Itali, për efekt të pragut, që është 15 vjet minimumi në Shqipëri dhe 20 vjet minimumi i kontributeve në Itali. Të gjithë këta persona pa diskutim që janë subjekt të përfitimit nga kjo marrëveshje. Objekti përfitimit nga marrëveshje. Po, patjetër.